Spiro. Spiro, do na japësh një arsye se pse duhet votojmë Lëvizjen Bashkë me 11 maj. Jemi lodhur në politikën e vjetër. Okej, faleminderit. Gjithmonë dështime dhe vazhdori e mirëri. Kështu që e ndëshojmë, e reja polim, e reja do fitore. Fitore Lëvizjen Bashkë. Faleminderit. Ndarshmëria, nëse kam një, nëse do një integritet, këtu e gjajni. Lëvizja Bashkë është vetëm parti politike e cila është duke punuar për statusin e punëtorëve, për dinjitetin e tyre, në hapësirat ku ato punojnë dhe në shoqëri, për të kthyer dinjitetin në familje, në vendet e shtëpisë dhe njëkohësisht në hapësirat ku ato socializojnë dhe me njëri tjetrin. Shpresojmë që Lëvizja Bashkë të jetë njëkohësisht leva e ndryshimit për këtë shoqëri dhe për këtë kohë. Sepse Lëvizja Bashkë është sinonimi i ndershmërisë dhe Shqipëria ka nevojë për njerëz të ndershëm. Tërë mendjet e pastra, tërë shpirtet e pastër dhe tërë aktivistët e mirë të pastër të qytetit edhe Shqipërisë janë realisht angazhuar në një ide, në një projekt përbashkët që është Lëvizja Bashkë. Dhe unë jam një nga ata, megjithëse kam aderuar shumë herët, por realisht edhe unë vetë sidomos mbas shëmbëstarëve të kontaktit kam qenë çik i zhgënjur, por kjo vërtet është frymëzuese. Unë uroj vërtet me gjithë zemër që sot jetë një ditë ku njerëzit të shikojnë njëri tjetrin në sy dhe kuptojnë që diçka po ndodh, diçka e madhe po ndodh. Në kuptimin jo sloganit, por kuptimin e vërtet fjalës. Konsistent në 12 vite aktivizëm dhe jemi të vetmi që jemi njerëz të drejtë, sinqert, të pastër, pa korruptueshëm. Kështu që numrin 2 në 11 maj. Sepse i ndallen njerëzit më të ndershëm, më të mirë, më të thjeshtë. Sepse është vetmja parti e cila mendon për stresat më në nevojë, mendon për drejtësi shoqërore edhe për që ne ta bëjmë të jetueshëm këtë vend. Votojmë për ta ndryshuar më në fund Shqipërinë, të ndihemi të gjithë krenarët të jetojnë në një vend kaq të bukur dhe kaq më pat. Sepse Lëvizja Bashkë nuk është vetëm e reja, por Lëvizja Bashkë është e ardhmja, është e tashtmja dhe është e kaluar. Lëvizja Bashkë do ndryshojë Shqipërinë, do ndryshojë shoqërinë shqiptare dhe do jetë ajo të cilës do japi ktesën që i duhet. Reja po lind themi ne, po tashmë reja ka lindur dhe është vetë alternativë që vlen votohet për shkak që nuk është e re thjesht në moshë, por është e re edhe në ide, është bëj thirrje gjithë qytetarëve të Republikës së Shqipërisë që për 11 maj për herë të parë mas 35 viteve votojnë alternativën e dur që është numri 2 në fletën e votimit. Faleminderit.